Por do të Po në mbrojtje kemi shumë, do në mbrojtje kemi, si më thënë... Po Gjimshiti nga Lulja Vërshevës, Ismaili nëse do t'jetë titular. Gjimshiti deri te Hoxha. Kumbullën e kemi... E Daku. Hoxha, Daku nëse do të luaj, po. Kumbullën e kemi, që janë 3 në mbrojtje. Kumbulla është nga zona e Shkodrës, me origjinë, nga Malësia Madhe, po nga zona e Shkodrës. Ramadani në mes e Kjo është për biletat. Mund ta, domethënë, kjo ishte procedura që duhet ndiqte një person. Ka pasur shumë me origjinë shqiptare të Kosovës në 2014, edhe informacion. Gjaka, Abrashi, Kukeli, Mavraj... Që do të thotë që shikojmë mirë, jemi shumë kurios se këdo fusi në fushë, kush dhe jetë formacioni, sepse tash. Për mua formacionet asnjëherë, formacionet e para të formacioni i ekipit kombëtar paka shumë, ne tani me... Paka shumë është puna pak apo shumë? Kush do luajnë sulm? E dim... Unë më shumë do doja shumë luan dhe Daku. Më falë, këtë do duash ti apo kush do luaj? Këtë do fusja i në sulm. Këtë do fusja i. Atere shumë mundësi mund tjetë broja me Manaj. Më thënë, mundësia. Manaj sot s'ka dalë nga stërvite, nuk ka hyrë. Djega i qënë me grip, sot... Ne urojmë që dhe i ditën e saj t'jenë regull, por edhe Daku për mua shumë mirë. Unë personalisht, duke parë këtë lloj... Manaj i stërvitur sërish veç mas grupit. Nuk flasë, edhe që ti lua të më kurën stërvitur... Qiko, ata mund t'jenë mirë dhe një orë para ndeshjes mund t'jenë i dëmtuar. Do të preferoja shumë që t'luan të Hoxha. Shumë. Mretarë që më pëlqenë. Ani, ti duke as i pari as i funi që thua të luaj Hoxha dhe të luaj Muçi, të tërë. Jo, nuk e kam. Për këtë ndeshje do doja pikërisht Dakun, Hoxhën, apo jo, që të luarin. Më falë, për mbrojtjen, këto vjen mbrojtje. Ismaili Gjimshiti, Balliu Mitaj. Këtu jemi gjithë njësoj, s'ka, nuk ka, fillon me sfushën. Mund t'jetë edhe Ysej, po unë besoj që me ndaj sërve duhet kemi një ekip fiziki, sepse janë... I vetë balotazh në pikpyetje është Ysej Balliu, kam problem të madh me sfushën, se me sfusha jonë është me sfushë jo, dhe më thënë, jo shumë fizike, janë gjithë lojtarë... Ramadani Aslani, që kanë luajtur thuajse gjithmonë. Po nuk janë dhe ata, do më thënë... Ndërsa Suni dhe saj është... Ose mund përdori dhe Julian Sheho, në fakt që është pak më fizikë. Mirë po, sa ma mori, fjalla, në ndeshje, sigurisht, në ndorën. Unë nuk e di këtë përdori, po unë personalisht sa herë që ka bërë formacion, dhe veçanërisht me ndrimet e ti, që i ka bërë 10 minutë e fundit, unë s'kam qenë shumë. Ndërkohë, nuk duhet harruar që Serbia ka 2 probleme. Problemën e parë ka që kjo është ndeshje e parë, dhe tani nuk kanë bërë asnjë ndeshje dhe kjo... Po, më nxirr pak tabelën i lutem, tabelën e renditjes. E dyta që kanë pasur disa konflikte brenda, jo me ato Milinković Savicin e me ca tjerë dhe trajneri, ndryshe nga trajneri ynë është detyruar që të dalë të thotë që unë ja bërheqën e pra. Situata brenda grupit nuk është... Për Sergej Milinković Savic ka thënë sa t'jem unë këtu, ai nuk vjen më, se e kam telefonuar 5 herë dhe nuk është përgjigjur. Dhe çfarë do të thotë kjo? Dhe kryetar kryesor të Crvena Zvezdës nuk e ka thirrur dhe ka thënë që ai po shkatron vetë Crvenën edhe ekipin kombëtar, do një çmë. Pra, kjo është një situatë brenda kombëtare Serbisë, pra ai sa vlen, se fundit është një ndeshje ata ose vinë luajnë. Ata gjithmonë kanë pasur element, po grupin kanë pas problem. Kështu që në një farë mënyrë duket sikur këto janë më tepër pluse. Pluset vogla, po janë pluset vogla për ndërkohë kur kombëtari ka bërë 2 ndeshje, ka situatën e ka në gjithë lojtarët janë në formë.